Rikthehet java kulturore e Evropës nga 17 deri më 31 maj. Nga data 17 deri në 31 maj, Shqipëria mirëpret edicionin e radhës të javës kulturore të Evropës, festën përfshirëse të artit dhe të kulturës, e cila ushtrinë në 9 qytete në Tiranë, Kamës, Shkodër, Durrës, Elbasan, Vlorë, Korçë, Berat e Pilur. Me programin e pasur mbi 45 aktivitete, kjo javë ofroi një platformë bashkëpunimi ndërkombëtar, reflektim publik dhe shprehje artistike. Artistët Blerta Kambo, Olsi Hoxha, Rodina Qose, Rona Nishliu, Gentian Doda, Lorin Terezi, Haler Nikol dhe shumë të tjerë sollën përmes muzikës, teatrit, filmit, ekspozitave, performancave dhe biseda, një përjetim të thellë mbi çështjet e identitetit, kujtesa, liria, përkatësia dhe dashuria. Java e Evropës 2025 është një hapësirë bashkëpunimi ku kultura vepron si urë mes qytetarëve, komuniteteve dhe vlerave evropiane.